Bismillahirrahmanirrahim. Në Kur'anin familjar të Zoti i Gjithësisë i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasalam në formë të prerë dhe urdhërore. Wa thiyabaka fatahhir. Rrobat tuaja pastroj. Pra ma e pastër rrobën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon se Allahu i don njerëzit e pastër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson se pastërtia është gjysma e besimit. La ilaha illallah. Pejgamberi alayhi salatu wasalam pa një ditë një djalë të ri me flokë të shpupurishur. Tha se nuk i mirëman flokët e tu dhe tha atë shprehje të artë, ai që ka flokë le të mirëmaj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam porositi dhe tha se po të mos e rëndoja ummetin tim, do t'i urdhëroja që për çdo namaz të lanin dhamt, pra të pastronin gojen me miswak, higjiena e gojës. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na mësoi para 15 shekush higjienën e brendshme, pastrimin e disa vendeve në mënyrë sistematike. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u tha me të madhe se më janë pëlqyer nga bota e juaj 2 pika. Parfumi. Në 3 gjana që përmendi. Parfumi i pari. Madje thuhet se kur pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte ecë në një vend të caktuar, e kuptonin nga era e mirë, nga parfumi i tij, që njihe gjithanej. Dhe me thanë, me gjuhën e sotme, pejgamberi alayhi salatu wasalam përdorte brendet më të mira të kohës, parfume nish, parfume që janë të freskëta, janë të amla, janë të dashtuna, parfume që edhe pasi i Zoti është largu, njihet aroma e tyre në atmosferë. La ilaha illallah, para 15 shekush. Pejgamberi alayhi salatu wasalam teksa i mësonte sahabëve të tij se Allahu nuk e pranon mendjemadhështinë dhe se një person në zemrën e të cilit ka qoftë një zerre të vogël mendjemadhështie nuk do të hyjë në xhennet, i pyeti një prej të pranishmëve, ja Rasulullah, un kam dëshirë që mos ma kaloj askush në mirëmajtje deri edhe në shollën e këpucëve të shapkave të mia. Pra me mirëmajt edhe shapkat me i ly, me i pastru. Sa pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu është i bukur e don të bukurën. Allahu ekber. Nga çështja me madhështisë tek bukuria. Të dashtën të shtrenjtë. Para mendoni për pak, pejgamberi alayhi salatu wasalam që i thotë njerëzve që të largohen nga xhamiat, na qëndrojnë larg, por ke ka fjalën. Për ata që kanë ngrënë hudër apo qep apo presh apo të ngjashme. Pejgamberi thotë na qëndrojnë larg xhamive tona. Pse? Sepse lëndojnë të tjerët me erën e keqe që del nga goja e tyre. Të dashtën të shtrenjtë. Ky Islam ka ardhur për ta ngrit nalt njeriu, për ta bërë njeri të qytetëruar, njeri të pastër, njeri model, njeri nishan. Madje thot në një prej fjalëve të tij, alayhi salatu wasalam, që bahuni në mesin e njerëzve si nishani në ball, ose si nishani në fytyrën e njeriut. Nishan në sjellje, nishan në komunikim, nishan në pastërti, nishan në çdo aspekt. Është momenti, sidomos tashmë që po vjen edhe stina e verës, që me u drejtu nga këto tekste të dashurit e mi, me rujt higjienën personale, me rujt pastërtinë, me u parfumos, me u majt, me i pas rrobat e pastërta, me i mirëmajt rrobat, me u kujdes për pamjen e jashtme, pa lepër të brendshme. Allahu ju dasht.